me bandat kriminale. Sot ne kemi të vetmin narkoshtet në kontinentin evropian, që me shumë të drejtë nga mediat amerikane cilësuar si Ramaduros, sepse Shqipëria e Edi Ramës dhe Venezuela e Maduros ngjasojnë si dy pika ujë, nëse në Venezuelë bashkëshortja e Maduros kishte një tarif prej 100 deri 300.000 euro për çdo ngarkesë kokainë, ne këtu kemi vllajën e Edi Ramës tek fabrika e kokainës në Xibrak. Në qoftë se Maduro përdorte kartelet e drogës. drogës. Akuza që për vërtetës nuk janë akuza. Prokuroria nuk është i ka provuar. Po pikërisht Edi Rama vijon dhe ka vijuar deri më sot të qëndrojë në pushtet për shkak sepse nëpërmjet asaj që ne kemi mësuar si Ramaform, pra kapjes së reformës së drejtësi, ka arritur të qëndrojë në pushtet duke bashkëpunuar ngushtisht me krimin, sepse jo më kot sot ne vijojmë të jemi vendi i parë në botë për korrupsion, vijojmë të jemi vendi i dytë edhe pse kemi pra një reformë më thonjë të suksesshme në drejtësi, vijojmë të jemi vendi i dytë në botë për rishfet dhe